I penduari i drejtësisë Artan Tafani ka dhënë një dëshmi për grupin e strukturuar që dyshohet të jetë i drejtuar nga Lajert Haxhiu. Ai rrëfen sipas aty CNN se gjithçka nisi për një takim në Dajt ku për herë të parë u përball me Lajert Haxhiun dhe bashkëpunëtorët e tij. Por Lajertin kishte dëgjuar vetëm në TV në përlajme u nisën për në Dajt, u ulëm tek një restorant. Lajerti më nxori jashtë, tha hajde flasim jashtë. Atë natë ndejtëm atje në Dajt, morë një tip suite. Unë tromba në fakt se thash se më morën mua këta kur pash Lajert Haxhiun. Më tha që do të bëjmë ndonjë punë. Do të ndihmoj unë me ndonjë mall, por punë kështu transporti, punë të palishme. Ai me sa duket e dinte që unë isha keq me lekët. Të nesërmen Lajerti dhe Rigoni ikin për në kort. Më takova me Klajdin dhe me Lulzimin dhe ikëm në Lushnje. Gjatë rrugës më dhan 500 euro, 500 të tjera mi dhan pas ja 2-3 ditësh, u shpreh Tafani. Nga ana tjetër ai tregon si kërkuar që të vendos drejtori një personi që nuk i kishte dhënë lekët në Lushnje për t'i bërë presion, pasi nuk kishin marrë parat. Në dëshminë e tij, Tafani tregon se kishte bërë dhe planin. Në një takim tjetër më thanë që të vendosej një tregtor në Lushnje, pasi i kishte dhënë malli njërit dhe ky nuk i kishte dhënë lekët. Donin t'ia bënin në formë presioni. I thash dakord, çfarë ti thoja? Që nga dita para që i takova kisha një lloj presioni mbi mua, zisi t'ua shpjegoj. Rrugës ku zbritëm Lajerti më dha 100 euro për shpenzime nafte. Në kisha lënë makinën në hyrje të Elbasanit, nisëm për në Lushnjë me vendos drejtorin, kaq bëra dhe planin.